Përshëndetje shenja binjakëve, kjo është panorama I interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat I ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizmë oracle. Në gjendjen tuaj personale kemi mbretëresha e shpatave, 3 shpatat, kulla, mbretëresha e shkopinjve. Java juaj hapet me mbretëreshën e shpatave, duke treguar se do ta shihni një situatë me më shumë kthjelltësi se më parë. Mund të vendosni ta lini më njanë emocionin dhe të përballeni me realitetin ashtu siç është. Do të ndjeni nevojën të vendosni kufi, të thoni atë që mendoni dhe të mos pranoni më situata që ju rëndojnë. Megjithatë, menjëherë pas saj shfaqet karta me 3 shpatat, duke treguar se kjo qartësi mund të mos jetë e lehtë. Një e vërtet, një zhgënjim ose një kuptim I ri mund t'ju lëndojë në fillim, por kartat tregojnë se është pikërisht ai moment që ju hap syt, sepse ndonjëherë e vërteta dhemb, por është më e dobishme se një iluzion I bukur, do të thoja unë. Kulmi I javës vjen me kartën e kullës, e cila tregon se një situatë që ka qëndruar mbi themele të brishta nuk mund të vazhdojë njësoj. Mund të ndryshojë një plan, mund të shembet një bindje ose të mbyllet një kapitull që prej kohësh nuk kishte më të njëjtën forcë. Edhe pse në fillim mund t'ju duket tronditse, kulla nuk vjen për t'ju ndëshkuar, ajo vjen për të larguar atë që nuk ka më vend në jetën tuaj. Më pas shfaqet mbretëresha e shkopinjve, duke treguar se nuk do të mbeteni gjatë në këtë gjendje, përkundrazi, do të ringriheni më të fortë ose më të forta, pra pa dallim gjinie, më të sigurt ose më të sigurta dhe me më shumë besim tek vetja. Ajo që në fillim dukej si humbje, mund të kthehet në pikën ku rifitoni forcën, ku rifitoni vetë vlerësimin dhe guximin për të ecur përpara. Kartat këshillojnë të pranoni ndryshimin, sepse ai ndryshim po ju çon drejt një versioni më të fortë të vetes. Kalojmë tek familja. Në familje kemi asi I shkopinjve, kalorësi I monedhave, dielli, bota. Në familje, java nis me kartën e asit të shkopinjve, duke sjell një frymë të re. Mund të lindë një ide, një plan ose një nismë që bashkon familjen dhe krijon më shumë optimizëm. Kjo kartë tregon se po hapet një cikël I ri ku komunikimi dhe dëshira për të bërë gjëra të ndryshe do të jenë më të pranishme. Dhe kjo energji vazhdon me kartën kalorësi I monedhave, I cili ju kujton se rezultatet nuk do të vijnë me njëherë, por do të ndërtohen me durim, pra duhet të kalitet durimi me kalorësin e monedhave. Mund të merreni me një çështje që është praktike, që lidhet me shtëpinë ose me një familjar dhe edhe pse ritmi mund të jetë I ngadalt, do të shihni përparim. Më pas, gjithë skenën e ndriçon dielli, duke sjellë gëzim, qartësi dhe më shumë afërsi. Mund të merrni një lajm të mirë, të kaloni kohë cilësore me njerëzit që doni ose të ndjeni se një barrë emocionale po largohet më në fund. Dielli është karta që ngro marrëdhëniet dhe rikthen buzëqeshjen në familje, dhe jo vetëm në familje, kudo. Interpretimi mbyllet me kartën e botës, duke treguar përmbushje dhe mbyllje të suksesshme të një cikli. Pra, një çështje familjare mund të marrë zgjidhjen që prisnit ose thjesht do të ndjeni se gjithçka po shkon drejt një ekuilibri më të mirë, më të madh. Është një nga përmbylljet më të bukura që mund të kishte kjo sferë për ju. Kartat këshillojnë të vlerësoni momentet e bukura me familjen, sepse ato do t'ju japin forcë për çdo sfidë tjetër. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi 7 shpata, drejtësia, ylli, faqja e shpatave. Dashuria
nis me kartën 7 shpatat, duke treguar se këtë javë mund të mos ndiheni plotësisht të sigurt apo të sigurta për një situatë sentimentale. Mund të mbani diçka për vete, mund të evitoni një bisedë ose të ndjeni se jo gjithçka po thuhet hapur. Për disa për jush, kjo kartë mund të flasë edhe për dyshime ose për pasiguri që mund të kenë lindur kohët e fundit ose që mund të lindin gjatë javës. Megjithatë, kartat nuk ju këshillojnë të ndërtoni përfundime mbi hamendësime, por të verifikoni. Pikërisht këtë energji verifikimi e sjell edhe karta e drejtësisë. Gjatë javës mund të zhvillohet një bisedë e sinqertë, të sqarohet një keq kuptim ose të merrni përgjigjet që keni kërkuar ose që kërkoni. Drejtësia ju thot të jeni të drejtë si me veten ashtu edhe me personin që keni përballë. Nëse një marrëdhënie ka bazë të fortë, e vërteta do ta forcojë akoma edhe më shumë, nëse jo, do t'ju ndihmoj të shihni realitetin pa iluzione. Më pas shfaqet ylli, duke sjellë shpresë dhe shërim, gjithashtu dhe qetësi emocionale. Edhe nëse javën e nisni me pasiguri, duket se mund ta mbyllni me më shumë besim. Për ata që janë në një marrëdhënie, kjo kartë tregon shërim të plagëve emocionale dhe gjithashtu rikthim të besimit. Për ata që janë beqar ose beqare, ylli hap mundësinë e një njohjeje që lind natyrshëm dhe ju bën të besoni sërish tek dashuria. Interpretimi përfundon me kartën Faqa e shpatave, e cila tregon se narrativa nuk mbyllet këtu. Mund të ketë një mesazh, mund të ketë një bisedë ose një informacion që ju bën ta shihni marrëdhënien nga një këndvështrim tjetër. Faqa e shpatave ju këshillon të dëgjoni me kujdes, të bëni pyetjet e duhura dhe të mos nxitoni në përfundime. Pra duket se kjo është një javë ku e vërteta do të ketë më shumë peshë se dyshimet dhe do t'ju ndihmoj të shihni më qartë drejtimin e marrëdhënies suaj. Sepse kur komunikimi ndërtohet mbi sinqeritet dhe besim, zemra e gjen më lehtë qetësinë që kërkon. Prandaj kartat këshillojnë të mos lejoni që dyshimet të flasin më fort se e vërteta. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 3 monedhat, 2 kupat, djalli, 8 kupat në të kundërt. Në punë, java nis me 3 monedhat, duke treguar se bashkëpunimi dhe puna në ekip do të jenë çelësi i suksesit. Mund të merrni vlerësim për aftësitë tuaja ose të përfshiheni në një projekt ku secili jep kontributin e vet. Kjo energji vazhdon më tej me 2 kupat, duke treguar se mund të krijoni një partneritet të mirë, ose të arrini një marrëveshje, ose të përmirësoni marrëdhëniet me një koleg, kolege apo bashkëpunëtor. Komunikimi, unë mendoj se do të luajë rol të rëndësishëm në ecurin e javës. Megjithatë, djalli ju paralajmëron të bëni kujdes me situatat që mund t'ju mbajnë të lidhur pas diçkaje që nuk ju bën mirë. Pra, mund të jetë një ambient pune, një zakon, një varësi, ose mund të jetë një varësi nga siguria, ose mund të ketë një varësi nga një marrëdhënie profesionale që ju konsumon më shumë se sa ju zhvillon. Djalli ju thot të pyesni gjithashtu edhe veten nëse po qëndroni diku nga dëshira apo vetëm nga frika e ndryshimit. Në fund shfaqen 8 kupat në të kundërt, duke treguar se mund ta keni të vështirë të lini pas një situatë që ju e dini shumë mirë se nuk ju përmbush më. Mund të hezitoni të bëni hapin e radhës, edhe pse brenda vetes e ndjeni se ka ardhur koha për ndryshim. Kartat nuk ju detyrojnë apo këshillojnë të largoheni, por ju thonë të reflektoni nëse po qëndroni në vendin e duhur.
Gjithashtu kartat këshillojnë të mos lejoni që frika nga ndryshimi t'ju mbajë të lidhur me atë që nuk ju shërben më. Kalojmë në prizën Miracle ku kemi reflektimi. Reflektimi ju këshillon të ndaleni për një çast dhe të shihni veten me sinqeritet. Përgjigjet që kërkoni këtë javë nuk vijnë nga zhurma përreth, por nga ajo që zemra dhe ndërgjegja ju tregojnë në heshtje. Paç.